Përgjithësia të po thotë. Përgjithësia duhet jetë penale pikë pari. Penale dhe me kosto ekonomike është një bonus, domethënë pjesa financiare. Zusi sepse ka një problem shumë të madh. Sepse unë besoj që me qeveria mirë apo keq ndoshta do edhe për ta kamufluar pak situatën me propagandë do ndërhyjë dhe mund ta nxjerrë një akt normativ dhe normalisht që ata bizneset do të dëmshpërblehen me paratë e taksave të qytetarëve. Dhe në momentin që një kompani që merr përsipër të ndërtojë një vepër publike me paratë po të qytetarëve shqiptarë dhe guxon të shkel kushtet teknike të projektit, atëherë nëse ja ngarkon dhe pikërisht këtë barrë përgjegjësie që ti do i dëmshpërblesh po themi të dëmtuarit nga kjo situatë, atëherë sigurisht jam dakord që ajo kompani dhe kushdo qoftë inxhinier do e mat mirë nuk futet në projekte nuk futet në korrupsion. E drejtë, nuk ka zgjedhur bota këto ka vite. Nuk futet në tender. Mirë, s'ka shanse. Ne kemi ardhur, më fal, kur ti thuash atij që ti do paguash me çdo qindar të pasurisë tënde derisa ti dhe ajo, çdo gjë që të kesh në jetën tënde do të të merret. Po si mendon që në një kohë kur 80% të fondit që jepën për rrugën kthehen edhe një herë mbrapsht, një qeveri që e bën këtë gjë ka me nxjerr atë që thotë akt normativ që nëse në diçka në rrugë, kompania që s'ka më kokër lekut, ka më nxjerr lekt atyne. Ka mënyra. Unë po përpiqem, zonja Mehmeti, unë po përpiqem se po bëjmë diskutim. Unë po përpiqem unë po përpiqem me dha një opinion se për opinionet për ide na kanë thirrë. Ato pjesë teknike i dini ju, ato pjesë të tjera i din mediatike, transparenca. Din shumë më mirë ai se në gjaj për natë. Çështja është si me zgjidh problemin, si me i parandalu këtë punë. Dhe kjo punë nuk bëhet duke kërcënu me ndjekje penale një ministër apo një kryeministër. Jo, se cilin prej personave që ka firmos. Ne duhet me andez zjarrin poshtë bazës se i cilit që guxon mu përfshi në këtë histori. Pra ne duhet të bëjmë që të ndjehet përgjegjës çdo njeri që i hedh firmë për një punë publike me koshiencë të plotë që është duke bërë gabim. Gabime bëhen, edhe unë jam inxhinier. Të gjithë bëjmë gabime. Por kur ta bësh me koshiencë plot, ajo pastaj duhet ta dish që kemi i kthy të gjitha, sepse ai edhe gënjehet ai projektuesi. Se thot do marr 3 milionë euro, thot. Do marr 3 milionë euro, thot. Do i bagam edhe një 6 muaj burg e do dal jashtë. Po kur ta kuptoj që i kam për ato 3 milionë euro, do bëj 6 muaj burg, e do i merren ato 3 milionë euro, e çdo lloj gjëja që do ketë, do e lej familjen në rrugë të madhe, ai nuk e hell më firmën. Kjo është përgjegjësia më e madhe. Pastaj ju falenderoj. Mirë, kemi ardhur në fund pjesës parë, rikthehemi pas publicitetit për të diskutuar kostot reale, një llogaritje që është bërë nga gazetarja jon për të parë se sa kosto ka Juglindja për çdo ditë të bllokuar të rrugë.